do ta shifni se Islami a sistemi zgjidhjes së problemit të mbar botës, ashtu Allahu Azza wa Jall siç e mor përsipër këtë sistem të mbikëqyrë dhe të ruan për këtë arsye vëllezër të ndershëm. Islami nga vjen nga se është fe e përzgjedhur prej Zotit, është fe e përzgjedhur prej krijuesit të botës. Për atë Allahu Azza wa Jall këto jetë kur e zveriti ata të cilin kishin inteligencë dhe kuptonin në atë kohë dhe që futët të cilat e shiqin shoqëronin muslimanët në qytetin e pejgamberit Allahu. Njëri prej ato erdhi Omer ibn Khattabi dhe publikoi atë të cilën e kishte në gjoksin e tij dhe përmbajshin që futën në gjoksat e tyre. Ku Allahu tregon se mos përkraja e fesë Allahu që shkon e pejgamberit Allahu nuk ka qenë për çka mungesës e njohurisë, mirë po ka qenë për shkak xhelozisë, për ata që publikoi atë që e pat në zemër dhe i tha Omerit, neve që i futve në bazvritën në veçëm një jetë, jo që e keni në librin tuaj në adit do të shpallshmi ditë festë. Ta Omeri e pyet dhe thot për cëllë jetë e ke për qëllim, thot Allahu Azza wa Jall, el jaume kemeltu lekum dinakum, wa atmamtu alejkum ni'meti, wa raditu lakum al-islam dina. Sot unë kam plotësu fen tim. Ardhe pejgamberit Allahu ta zhvula pejgamberëve sa është plotësu fe Allahu Azza wa Jall. Wa atmamtu alejkum ni'meti, dhe i plotësova begatitë e mia ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam unë i kënaqur që fen islame për zgjedha fe të vetme të pranum tek unë dhe juve ju stolisa ju nderova me ta. Pra do leo të ndërshëm ti Allahu Azza wa Jall ka kepën të ka që fenë Allahu Azza wa Jall. As nuk është e modhe, as e vogël për ti, po të banë ashtu si që Allahu ka kriju. Ka se thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, ela ja'lamu men khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk din Allahu çfarë ka krijuan, kurse ati nuk i fshet as disan thonë të këtëte, feja plotësu, nuk i mango ka mango as gjonë të. Dhe thot Allahu raditu lakumul islam, jam i kënaqur që ka përzgjedh Islamin si fe tuaj. Tonë të këtëte do të thot që Allahu është razit, keni ju veç musliman dhe teni me Islam, kur një gjithnohet me ju. Pse fe Allahu Azza wa Jall nuk shuhet dhe nuk mposhtet dhe ledhët të ndërshëm, nga se fe Allahu ka arë që të liron njerëzit nga robërimi njëri qetrit dhe t'i banë robë vetëm Zotit të tërë. Ribi ibn Amir shkoj që ta qliroje Persi, shkoj mrini amen në Afganistan. Në tokat e Persis kur arritit u ballavaqu dhe u taku me një komandant asaj kohë që i quajti në Rustem. Dhe Rustemi po i thot Ribi ibn Amir që u qut pesh për e arabet kur kush e sapë që ka bu. Që i një qumëra pesh, që i një të bëmëra mirë, kini konën, kini adhërua një idhuj, i kini maru me dur të juve, që ka i një qupesh, do të kështu kemi qenë. Mirë pa Allahu në ka ndëru me një fe dhe në ka dërgu me një pejgamber. Edhe ki pejgamber tha në ka mësu, në ka ardhë neve që me i qliru njerëz nga robërimi njëri qetërit dhe me i bërë rob të Allahut dhe me i qliru njerëzit nga kushësia e dunjos në gjerësinë e saj. Se vetëm fe e vetëmi sistem që ka mundësi të mbjeton dhe ka mundësi nga rëzirat njerëzimin të shpëton, është fe Allah të qogjel, fe islame. Dhe na i sfidojmë të gjithë të cilët tentojnë të na tregojnë se kemi nevoj për dikan qëtër pos Allahun Azza wa Jall, për pos fejnë Allah dhe sunetin e pejgamberit Allah. Drejtësia Allahut absolute i cili ka thonë ligjdhënien unë e jap. Pse ja rap, se të lave ne? Ta për çkak se ju ku të shkoni në parlament dhe të ulni atje, jeni të ndikuar me rrethonet e juaja, ka mundësi që ju që i nxjerrni ligjet të bani pa drejtësi ndaj popullit para ta, nuk po du unë që t'i fajt ju të jeni shkaktar që t'i bani pa drejtësi atinve popujve që s'keni jetu në mesin e tyre. Se keni po shqiptar që cilët skandalen prej vendit vet, vatanit vet, edhe me ndonë se kej dunjoje janë shqiptar. Si kur Enver Hoxha që i ka të batbin popullin e vetë se shteti ma i civilizuar dhe ma i parparuar në botë ishte Shqipëria. Shteti ma super fuqi ngohen Enverit ishte Shqipëria. Kur tullën shkrete po nëse 1500 vetë për mas kishin merë. Pra lejo të ndërshëm ka thonë ligjdhënien Allahu e ka borë përse. One,
për shkak se unë e di se çka i përshtatet njerëzve dhe kjo fe ka ardhur absolute për çdo vend, për çdo kom, çdo racë, nuk bën dallim as racën, as kombin, as ngjyrën, as nacionalitetin, as unë thotë ka më përcipër. Ndërsa në aspektin e gjykimit ka thonë edhe unë për shkak se ka mundësi të ndikon epshit, ka mundësi të ndikon korrupsioni, edhe mungon drejtësia. Këtë ka marrë përsipër e kush janë ata të cilët ja spjegojnë njerëzve atë që ka thonë Allahu thanë hoxhallarët. Pra mediat islame janë hoxhallarët. E kuptove pse gjumon ai boni fars, nga se ai që një fen duhet të flet. E pushtetarët ta e zbatojnë atë të cilët e dojnë hoxhallarët. Ndërsa vëllezër të ndershëm ne u liruam këtë formë dhe u banëm rob të Allahut, ndërsa kohën bashkëkohore ligjdhënien në parlamentin kush e kanë qeveritarët. Po gjykatën ato. Po mediat gjithashtu ato kemi nderin se nuk e lën kërkan. Po kush i zbaton ato? Na çka jemi? Na jemi aqole, rob të atinëve. Çka thojnë ato? Kush dhe vetë me ty? Kush pyet me ty? Kjo është duke na ndodhur vëllezër të ndershëm në mënyrë të përgjithshme ummetit, që njerëz e paditur janë që na padesin, ndërsa njerëz e ditur janë që neglizhojnë dhe lihen mbas dore. Mirë, po mos mendoni se kjo zgjat përgjithmonë. Ndryshimet dhe vëllezër të ndershëm janë prej anës Allahut. Te thot Allahu azza wa jall, idha aradna nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Thot ne kur dojmë shfaros një popull, krerat e tyre, pushtetarët e tyre, qeveritarët e tyre, elitën e lartë të tyre, e urnojmë, qka i arab, i urnojmë që të bojmë drejtësi, mirë po ato nuk bojnë drejtësi, bojnë zullum. E atër Allahu azza wa jall tha ne e shkatërrojmë ata që kanë heshtën ndaj tyre dhe ato që ja kanë pjesëmarrë të zullumit. Allahu azza wa jall na bën pe atyre që nuk heshmin ndaj padrejtësisë, na bën Allahu azza wa jall pasues dhe dashamir të drejtësisë.